E falenderojmë dhe lavdërojmë Zotin për këtë darkë, Zoti të na japë fjalën në zemrat tona dhe kjo fjalë të gjejë një tokë të mirë në ne, domethënë, dhe të bëhet vepër në jetën tonë. Më falni për tonin e zërit se kam pak shqetësime. Me hirin e Zotit do të lexoj një pjesë të njohur nga fjala e Perëndisë tek Mbretëri 2. Mbreti 2, kapitulli 5. Libri i dytë i mbretërve, kapitulli 5. Shërimi i mrekullueshëm i Naemanit. Naamani, komandanti i ushtrisë së mbretit të Sirisë, ishte një njeri i madh dhe shumë i çmuar në sytë e Zotit të tij, sepse nëpërmjet tij Zoti kishte dhënë fitore Sirisë, por ky njeri ishte i madh dhe trim ishte lebroz. Disa banda të Sirisë gjatë një sulmi për plaçkitje kishin marrë me veten nga vendi i Izraelit një robinj, një vajzë të vogël që kishte përfunduar si shërptore e gruas së Naemanit. Ajo i tha zonjës së saj, po të mund të shkonte zoti im te profeti që është në Samari, me siguri që do ta shëronte nga lebra. Kështu Naamani shkoi tek zoti i tij dhe ja tregoi çështjen, duke thënë vajza nga vendi i Izraelit ka thënë kështu e kështu. Atëherë mbreti i Sirisë tha, shko, pra unë do t'i dërgoj një letër mbretit të Izraelit. Ai pra u nis duke marrë me vete 10 talente argjendi, 6.000 sikla ari dhe 10 palë ndërresash. I çoi mbretit të Izraelit gjithashtu letrën në të cilën thuhej, kur të arrijë kjo letër, dije që po të dërgoj shërptorin tim Naeman që ta shërosh nga lebra. Mbasi lexoi letrën, mbreti i Izraelit grisi rrobat e tij dhe tha, a jam unë Perëndia, i pajisur me fuqi të shkaktoj vdekjen dhe ngjalljen, që ai më dërgon një njeri për ta shëruar nga lebra? Prandaj shikoni që ai tani kërkon pretekste kundër mejet. Kur Eliseu, njeriu i Perëndisë, mësoi që mbreti i Izraelit kishte grisur rrobat e tij, dërgoi t'i thotë mbretit, pse i grise rrobat? Le të vi ai njeri tek unë dhe do të mësoj që ka një profet në Izrael. Kështu Naamani erdhi me kuaj dhe me qerret e tij dhe u ndal te porta e shtëpisë të Eliseut. Atëherë Eliseu i dërgoi një lajmtar për t'i thënë, shko të lahesh 7 herë në Jordan dhe mishi do të kthehet si më parë dhe do të jesh i pastër. Por Naamani u zemrua dhe iku duke thënë, ja, unë mendoja ai ka për të dalë me siguri përballë mejet, do të ndalet, do të përmend emrin e Zotit, Perëndisë të tij, do të lëviz dorën mbi pjesët e sëmura dhe do të më shëroj nga lebra. Lumente Damaskut, Abanahu dhe Farpari, a nuk janë më të mirë se të ujërat e Izraelit? Nuk mund të lahesha në to dhe të bëhemi pastër? Kështu u kthye dhe iku tërë natë. Por shërptorët e tij ju afruan dhe i folën duke i thënë atij, nëse profeti do të kishte urdhëruar një gjë të madhe, ti a do ta kishe bërë? Aq më tepër tani që të ka thënë lahu dhe do të pastrohesh. Atëherë ai zbriti dhe u zhyt 7 herë në Jordan, sipas fjalës së njeriu të Perëndisë. Mishi i tij u bë si mishi i një fëmijë të vogël dhe u pastrua. Pastaj u kthye me gjithë suitën e tij te njeriu i Perëndisë. Shkoi e u paraqit para tij dhe tha, tani e pranoj që nuk ka asnjë perëndi në gjithë dheun përveç se në Izrael. Prandaj tani pranoj një dhuratë të lutem nga shërptori yt. Por ai u përgjigj, ashtu siç është e vërtetë që rron Zoti, në pranitë të cilit ndodhem, nuk kam për të pranuar asgjë. Naamani ngulte këmbë që të pranonte, por ai refuzonte. Atëherë Naamani tha, meqense ti nuk do, lejo që t'i jepet shërptorit tënd aq tokë sa mund të mbajnë 2 mushka, sepse shërptori yt nuk do të u ofrojë me holokauste as flijime perëndive të tjera, por vetëm Zotit. Megjithatë Zoti ta fal shërptorin e tij për këtë gjë, kur Zoti im shkon në tempullin e Rimonit për të adhuruar dhe mbështetet në krahun tim, edhe do të bie përmbys në tempullin e Rimonit, Zoti ta fal shërptorin e tij për këtë gjë, kur unë do të bie përmbys në tempullin e Rimonit.
Profeti i tha, shko i qetë, kështu u nda prej tij dhe bëri një copë rrugë të mirë. Lakmia Gehazit dhe pasojat e tij. Por Gehazi shkreptori Eliseut, njeriu të Perëndisë, tha me veten e tij, ja, Zoti im është sjell tepër mirë me Naamanin, me këtë sirian, duke mos pranuar nga dora e tij atë që ai kishte sjell. Siç është e vërtetë që Zoti rron, do ta ndjek nga pas dhe do të marrë diçka prej tij. Kështu Gehazi ndoqi Naamanin, kur Naamani pa që ai po vraponte prapa tij, u hodh nga qerrja për t'i dalë përballë dhe i tha, a shkon çdo gjë e mirë? Ai u përgjigj, çdo gjë e mirë, Zoti im më dërgon të them, ja pikërisht tani kanë ardhur tek unë nga krahina malore e Efraimit dy të rinë nga dishepujt e profetëve, të lutem jepu atyre një talent argjendi dhe 2 palë rroba. Atëherë Naamani tha, të lutem prano 2 talenta, dhe insistoi me te. Pastaj lidhi 2 talenta prej argjentin e 2 thaset me 2 palë rroba dhe u adërzoi 2 prej shërptorëve të tij që i mbartën para tij. Kur arriti në kodër, mori thaset nga duart e tyre, i rivendosi në shtëpi, pastaj i ktheu prapa njerëzit që ikën. Pastaj shkoi të paraqitet përpara Zotit të tij. Eliseu i tha, ku ke vajtur Gehazi? Ai u përgjigj, shërptori yt nuk ka vajtur asgjë kundi. Por Eliseu i tha, fryma ime vallë, a nuk të ka ndjekur? Kur ai njeriu u kthye prapa nga qerrja e tij që të dalë përpara, vallë tani është qasti për të marrë para, për të marrë rroba, ullishte dhe vreshta, dele dhe lop, sklevër dhe skleve. Prandaj lebra në Naamanit të gjitet ty dhe pasardhësve të tu për jetë. Kështu Gehazi doli nga prania e Eliseut, lebrëz i teri, i bardh si bora. Falenderojmë Zotin. Me falni. Është një pjesë e njohur kjo në fjalën e Zotit dhe mundësisht paragrafi i parë është ajo që na jep karakteristikën e gjithë kësaj pjesë që lexuam. Paragrafi i parë ka 37 fjalë. Në këto 37 fjalë, fjala e Perëndisë na përshkruan një njeri që ka 2 karakteristika. E para, se kush është, dhe e dyta, se si është. Dhe mundësisht që të na përshkruaj se çfarë është, fjala e Perëndisë shpenzon 35 fjalët nga të 37-at. Që të na përshkruaj se si është vetëm me 2 fjalë. Mundësisht, po të shkojmë në përkthimin përpara këtij, është akoma më pak fjalë shpenzon. 1 fjalë, thot lebros, i lebrozuar, diçka tillë. Tani duhet të mendojmë pak me hirin e Zotit. Sipas mendimit ton, sipas mendimit tim dhe sipas mendimit tën, cila është më kërkesë serioze ku duhet Perëndia që të veproj në jetën e këtij njeriu? Tham se ai është një burr i madh përpara Zotit të tij, i nderuar, ishte hero i Sirisë, i fuqishëm dhe trim nga njëra anë, por nga ana tjetër është lebros. Sipas mendimit ton, cila është gjëja më serioze që duhet të bëhet në mënyrë që të veprojë Perëndia në jetën e këtij njeriu? Çfarë duhet të bëj? Nga ana logjike, kështu të paktën e mendoj unë, të shërohet nga lebra. Ky është problemi i madh. Ky është i dukshmi. Po të mundoheshim që të shohim nga me sytë e Perëndisë se kush është problemi më i madh që ka ky Naamani nga Siria, dhe që duhet Perëndia që ta zgjidh çështjen e tij, se është lebroz
apo se është një hero i Siris, njëri i trim dhe i pasur. Kush nga këto të dyja në sytë e Perëndis është më e lehtë të ndryshojë? Që ti thot lebrës shërou, apo të regjistroj jetën e tij dhe vullnetin e Neemanit sipas vullnetit të Perëndis? Cila është më e kollajta dhe cila është më e vështira? Mundësisht do të marrim diçka tjetër parasysh që e shoh shumë të rëndësishme. Njëri veprim që është shërimi i lebrës së atij njeriu gjendet në i varur nga tjetri veprim që është që të ndryshojë zemra e këtij njeriu. Ta sjellim pak me fjalë të thjeshta sipas metrave tona. Kur unë, për shembull, kam një kërkesë, kam një problem, kam në jetën time një diçka që më mundon. Shkoj tek Perëndia, i kërkoj Perëndis dhe them: Zot, shëro, Zot, vepro, Zot, ndërhy. Mos vallë për shkak të zgjedhjeve të mia apo për shkak se jam ai që jam, që duart e Perëndis i kam bërë të jenë të lidhura dhe nuk mundet dot të veproj. Mos vallë zgjidhja e çështjes të Neemanit që quhet lebër, mvaret në qoftë se do të veproj Perëndia në jetën e tij, jo për ta shëruar, por për të ndryshuar zemrën në mënyrë që ta shpëtoj. Dhe Perëndia që të arrijë në momentin që ta shëroj, duhet se pari të mendoj dhe të bëj një senar të ndërlikuar dhe të vështirë, me shumë gjëra të vështira, me shumë persona, me qëllim që të përmbushet një vepër e plot. Ku kjo vepër e përmbushur nuk është shërimi i tij, por është shpëtimi i tij. Kur pra ti qëndron përpara Zotit dhe unë qëndrojmë përpara Zotit dhe mendojmë dhe problematizohemi dhe themi: përse o Zot nuk vepron? Përse Zot vështirësohem? Përse Zot lexon këtë gjë në jetën time? Mos vallë, duhet të shoh pak veten time, të shoh thellë në mua për të parë se ç'është ajo që kam nevojë të bëj në mënyrë që të bëj përpara se të mundet Perëndia të veproj. Se mos vallja kemi duart e lidhura me zgjedhjet tona, me mendimet tona dhe Perëndia nuk mund të veprojë në jetën tonë. Le të vim tani në historinë që po flasim. Ai pra tham, është i fuqishëm, është njeri i trim, është i pasur, është i nderuar dhe respektuar nga i gjithë populli, është komandanti i ushtrisë të Sirisë. Është personi më i fortë në atë shtet pas mbretit. Ka të gjitha gjërat i ka. Dhe Perëndia duhet t'i mësoj tani disa gjëra të vogla të tjera. T'i mësoj se jeta e tij nuk mvaret as nga forca që ka, nuk mvaret as nga trimëria e tij, as nga pasuritë e tij, por mvaret nga hiri që do të bëj ai në jetën e tij. Jeta jon mvaret nga hiri që të bëj Zoti në ne, dhe nuk mvaret nga asgjë tjetër. Dhe gjendet një vajzë e re në mosh, një sklave, personi më i rëndësishëm i kësaj historie. Ja mendoni pak. Një vajzë e vogël është kjo. Këtë vajzë, si rregull, duhet të ishte në Izrael. Pranë prindërve të saj, pranë shoqeve të saj, pranë vëllezërve dhe motrave të saj, të shkoje në shkollë, të loze me lodrat e saja,
Kjo është jeta normale e një fëmijet, por ja që në jetën e saj Perëndia ka lejuar të gjendet sklave, e huaj përsa njeh dhe din për gjërat, sklave larg prindërve të saj, shef një problem aty ku është, e shef lebrën, dhe tani duhet zemra e kësaj vajze të preket në atë mënyrë sa që të bëj mëshirë ndaj Zotit të saj dhe të kthej shikimin e tij drejt shpëtimit dhe zgjidhjes së çështjes së tij. Dhe si mund ta bëjmë këtë? Sa nga ne do të mundnim të tregonim mëshirë ndaj dikujt i cili na ka bërë jetën të vështirë? Ose kush prej nesh do të mund të merrte një vendim të tillë që kur jeta jon Perëndia e ka lejuar që të ketë vështirësi të veçanta, probleme shumë të veçanta dhe gjendje të paparashikueshme. E dini përse kjo e vogël e bëri? Sepse vetëm një vajzë e vogël mund ta bente, vetëm një zemër e pastër, vetëm një shpirt dhe një karakter dhe një personalitet ku nuk mendon sikur mendojnë të mëdhenjt, nuk vepron dhe nuk ka atë dëshirën, atë mendimet e të mia apo të tuat, por ka një zemër të qiltër. Falenderojmë Zotin. Kurse nga ana tjetër ekziston edhe një kërkesë tjetër. Zonja e kësaj shërptorje ka pranë vetës së saj një fëmijë që e ka sklave në shtëpi, e ka robinje domethënë, dhe i thot diçka që do të duhet ajo grua që dëgjon ta besoj e para gjë dhe pastaj të veproj në atë mënyrë sa që ja mendojeni pak, në atë mënyrë sa të aktivizohet gjithë mekanizmi shtetëror i Sirisë. Nga fjala që nxori ajo vajzë e vogël robinje tek zonja e saj, e mëson zotëria i saj, e mëson mbreti. Mbreti merr vendim të shkruaj letër që të shkojë në Izrael, tek mbreti i Izraelit, hap thesaret e tij dhe nxjerr argjend dhe gjëra të çmuara, dhe kështu vepron me ushtrinë që do të shoqërojë Neemanin nga një fjalë e një robinje që ishte sklave në shtëpinë e Neemanit. Kuptoni pra se si vepron Perëndia. Kuptojmë se Perëndia nuk don shumë gjëra, por nga një fjalë, nga një shenjë, nga një veprim të vogël, ku kjo do të bëjë këtë lëvizje dhe do të vijë këtu. Kjo është e mundshme që të aktivizoj gjithësinë, që sot Zoti mund të dridh qiellin dhe tokën me një fjalë të tij, me forcën e fuqisë së tij. Është kaq e thjeshtë. Dhe ky informacion shkon tek mbreti, sikur se lexuam, mbreti shkruajti një letër dhe kujt i drejtohet? Kujt ja çon këtë letër? Ja çon mbretit tjetër. Përse? Sepse njerëzit e botës, e dini se njerëzit e botës janë mësuar veçanërisht të rëndësishmit, të mëdhenjt, ato që e shohin veten shumë të rëndësishëm, mbretërit, princat, duan të diskutojnë dhe të flasin me njerëz të një rangut me ta. Me njerëz që kanë të njëjtat karakteristika me ta. Mbreti i Sirisë nuk mund të kuptojë gjë pa tjetër. Dhe mundësisht nga që forca e Sirisë e buron prej tij, të paktën kështu mendon ai njeri, beson se dhe forca e Izraelit
buron nga mbreti i Izraelit, dhe jo vetëm që i dërgon këtë letër, por i thot me shumë fjalë të thjeshta, i thot po të dërgoj Neemanin, nuk e di se çfarë do të bësh, bëj si të kuptosh, por atë do ta shërosh. Dhe shkojmë tani, bëjmë një hap më poshtë. Kjo letër shkon ose arrin në duart e mbretit të Izraelit. Mbreti i Izraelit, ja ta shohim pak se çfarë thot. Mbasi lexoi letrën mbreti i Izraelit, grisi rrobat e tij dhe tha: A jam unë Perëndia i pajisur me fuqi të shkaktoj vdekjen apo të ngjallë dikend? Je mbret, je i vajosur i Zotit, vajimi i Perëndisë është në ty. Nuk e ke kuptuar, sot nuk ke kuptuar, se fjala Perëndis thot se Perëndi jeni. Përse thot fjala e Perëndis se jeni Perëndi? Sepse forca buron nga Perëndia. Sepse Perëndia na krijoi sipas shëmbëltyrës e ngjashmërisë së tij. E kupton se çfarë të ka dhënë sot Zoti, që të mundet të veproj nëpërmjet tejet dhe të veproj me ty. E kemi harruar? Apo jemi të kënaqur me që të drejtohemi Perëndis, t'i themi kërkesat tona, Perëndia të veprojë në jetën tonë dhe dikund aty të përmbushet marrëdhënia jonë. Kemi probleme ekonomike, do ta bëjmë Perëndin bankier. Hap edhe na jep o Zot. Kemi problem frikët dhe pasiguriet, mundësisht. Do ta bëjmë Perëndin siguracion. Zot na siguro. Jo, nuk vepron kështu Perëndia. Nuk është ai Perëndia jonë. Mbreti i Izraelit nuk e njeh këtë. Mbreti i Izraelit nuk e din. Dhe ku shkon mendja e tij? Shkon tek e keqja. Kur njerëzit gjenden në udhkryqe, kur ne gjendemi në një udhkryq, shumë herë mendja jon vepron për keq dhe thot se kërkon shkak mbreti i Siris që me këtë çështje të ndezë luftë ndaj mejet. Kur njerëzit e Perëndis gjenden në një udhkryq, kur nuk kanë udhëzim nga Perëndia, presin Perëndin që të veprojë. Njerëzit e Perëndis që të sohen, njerëzit e Perëndis presin Perëndin të veprojë dhe Perëndia vepron, sepse profeti mëson se çfarë ka ndodhur dhe dërgon një njeri tek mbreti i Izraelit duke i thënë, kur tek paragrafi 8, kur Eliseu njeriu i Perëndis mësoi që mbreti i Izraelit kishte grisur rrobat e tij, dërgoi t'i thotë mbretit, pse grise rrobat? Deri aty është gjendja jote frymërore, deri në atë pikë sa të humbësh çdo shpresë, ke për një problem. Ke mbetur në një udhkryq. Perëndin nuk e ke. Marrëdhënie nuk ke me Perëndin. Udhëzim nga Perëndia nuk ke. Fjalën e Perëndis nuk e ke. Përse i grise rrobat tua? Dhe i thot, le të vinë tani tek unë, se ti mbret je i pavlerë. Nuk je i vlefshëm askund. Prandaj dërgoje këtë njeri tek unë dhe do të mësoj që ka një profet në Izrael. Dhe Naemani ikën nga mbreti. Tani dua t'ju lutem shumë ta bëjmë si një figuracion në mendjen tonë këtë. Naemani ka shkuar tek mbretëria e Izraelit, ka marrë disa ushtar me vete që ta shoqërojnë, ka ngarkesa me gomarët apo me mushkat që kanë atëhere, me
rreth një gjysmë toni kishte argjend me veti, monedha ari, një pasuri të tërë kishte me vete. Dhe niset. Ku shkon? Atje ku është profeti. Ku është profeti? Në një fshat. Mendoj që të quhet Ofil, besoj, ai fshat aty ku banonte dhe Gehazi. Mund ta bëjmë pak një figuracion këtë në mendjen tonë. Komandanti i ushtrisë të Sirisë shkon dhe futet në një fshat. Çfarë pret të shofësh? Pret të shofësh një band t'i bjerë me trumbeta të bëjnë, apo të dalë gjithë njerëzimi për jashta, duar trokitje, çfarë pret? Këtë do të priste Naamani, besoj. Dhe çfarë gjeti? Asgjë nuk gjeti. Shkon përpara një shtëpie, ja mendoni tani, është një provojë tronditëse kjo për Naamanin, që beson një shok të madh. Shkon përpara një shtëpie me derë të mbyllur, dritare të mbyllura, të mos e pres askush, dhe të kthehet dhe të shohin njëri tjetrin dhe të thojnë, ma ku erdhem? Ç'është kjo që na ka gjetë? Ku na dërguan? Kë do të takojmë? Dhe pas pak vjen dikush, një lajmtar, e dini që është lajmtari? Është ai që i thua, eja të them, shko thuaj. Ky, shko thuaj. Eja i thot, të them diçka. I thot Naamanit, lajmtari, më tha që të them, të shkosh tek lumi i Jordanit, të lahesh 7 herë dhe do të pastrohesh. Po të ishe Naaman në atë moment, ti në vend të Naamanit, çfarë do të bëje? Po të dëgjoje një njeri ku e shef si një mizë përpara tejet, të t'jap një urdhër. Shko atje, çfarë do të bëje? Do të nevrikoseshe. Dhe u mbush tërë natë, thot, ja të shohim si kjo e thot në paragrafin e 11. Ndërsa Naamani u zëmrua dhe u largua dhe tha. Çfarë tha? Çfarë mendon? Naamani është mësuar të mendoj në mënyrë njerëzore. Naamani ka ardhur tani në një vend dhe në një ambient ku do të marrë disa mësime. Do të duhet me çdo mënyrë që të mbahet në mënyrë që të mund të t'i mësoj ato mësime e para dhe e dyta t'i pranoj. Bile të para t'i pranoj, pastaj t'i mësoj dhe t'i bëj vepër në jetën e tij. Shko, lahu 7 herë në Jordan. Zhvishu, si ndryshe. Përse? Sepse që të bëhet vëlla dhe motër ndryshimi në jetën tënde dhe në jetën time, do të duhet së pari të zhvishem nga të gjitha sa kam mbi vete që nuk i pëlqejnë Perëndis. Që të veproj Perëndia dhe të më pastroj nga lebra ime, duhet të marr një vendim. Të zhvishem. Mbreti i Izraelit, a keni dëgjuar atë parallën që thot, mbreti është i zhveshur? E keni dëgjuar këtë shprehje? Zbuloi mbreti i Izraelit përfundimisht, se përfundimisht ishte i zhveshur. Tani Naamani duhet të zbuloj që të mundet Perëndia të veprojë në jetën tënde, do të duhesh të jesh i zhveshur. Duhet të zhvishesh nga rrobat e njeriu të vjetër. Tek letra e Kolosianëve, siç thot, nga mëkatet e përparshme, nga zgjedhjet që kishe bërë, që të mundet tani Perëndia të vijë të vesh me veshjen e re, me njeriun e ri në Krishtin Jezus. Këtë duhet ta mësoj Naamani. Gjithashtu, Naamani duhet të mësoj edhe një tjetër mësim. Duhet të mësoj
se Perëndia nuk pranon urdhra, Perëndia jep urdhra. Dhe kur flet Perëndia, fjala Perëndis është po dhe amen. Dhe tani pyetja është në jetën time se fjala e Perëndis në jetën time a është po dhe amen? Naamani u zemërua, hajde të hikim nga këtu. Çfarë erdhëm të bëjmë këtu? Dhe kështu gjenden disa nga njerëzit që kishte pranë tij, që e njohin natyrën e një njeriu si të Naamanit dhe i thojnë, po të kishte thënë të bëni diçka të madhe, diçka serioze, një diçka të vështirë, a do ta bëje? Je i lindur për të vështirat. Do ta bëje? Do ta bëja. Çfarë të tha? Të tha të bësh diçka të thjeshtë. Fjala e Perëndis, plani i Perëndis dhe vepra e Perëndis në jetën tonë është shumë e thjeshtë, vëllezër dhe motra të dashur. Është shumë e thjeshtë. Nuk don as akademi, as theologji, as gjëra të ndërlikuara. Fjala e Perëndis është shpëtues. Fjala e Perëndis prek zemrat e atyre që kanë zemra gati, janë tokë e pastër dhe tokë e mirë që ta pranojnë. Kështu vepron Perëndia. Kështu ka vepruar Perëndia në jetën tonë dhe jemi sot këtu. Me këtë mënyrë. Çfarë të tha Perëndia? Çfarë të tha njeriu i Perëndis të bësh? Të tha të bësh diçka të thjeshtë, të vështirën do ta bëje. Do ta bëje. Të thjeshtën është e vështirë ta bësh. Dhe të them edhe diçka tjetër që të mos e harroj. Ai udhëzim dhe kjo gjë e thjeshtë që të thot Perëndia, ai e gati ta pranosh nga kushdo që të mund të vijë. Don të flas dikush që të jetë në të njëjtin rang me ty, në mënyrë që ti ta pranosh brenda teje dhe të mundesh ta bësh. Apo zemra jote është e gatshme që të pranoj fjalën si fjalë të Perëndis ashtu siç është. Nga Jorgo që është më i vogli këtu. Dini diçka? Perëndia zgjodhi të vegjlit e kësaj bote në mënyrë që të turpëroj të fortët. Mos e fantazo veten tënde të rëndësishëm. Boshatisu, zhvishu nga të gjitha sa të mbajnë më lart, në mënyrë që të mund ta ndihmosh Perëndin që të ndihmoj. Dhe pranon kështu pra Naamani këshillën e atyre shërptorëve që kishte me vete. Shkon afrohet tek lumi i Jordanit, zhvishet, zhytet 7 herë në te dhe del i pastruar. Del Naamani nga Jordani dhe është i pastër. Pyetje. Cila është më e rëndësishme që ka ndodhur në jetën e Naamanit? Cila gjë e më e rëndësishme? Lebra? Shërimi? Apo se ndryshoi zemra e tij? Cila është prej të dyja vet? Për jetën e Naamanit, në këtë moment që flasim, cila është më e rëndësishme? Kur të vijë Krishti dhe të thot, o i paralizuar që të zbriten nga tjegullat, apo i verbër që për i lindi sate që të sollën këtu, të janë falur mëkatet, besimi yt të shpëtoj. Por që ta dini edhe forcën e Perëndis, merre krevatin tënd dhe ec. Cila është më e rëndësishme nga të dyja? Shpëtimi i shpirtit nëpërmjet besimit apo shërimi? Cila është më e rëndësishme në jetën tënde dhe në jetën time?
tani ta sillim tani në masën tonë. Cila është më e rëndësishme, të vi në këtë orë Zoti dhe të më jap kërkesën time, apo të vi në këtë moment Zoti dhe të më mbush me forcën e frymës të shenjtë? Mos më pyetni. Do të vështirësohem shumë t'ju përgjigjem. Sepse krijojmë kushtet e jetës tonë me atë mënyrë sa që shohim edhe njërin, shohim edhe të tjetrën. Duam njërin, duam dhe tjetrën. Tani, në këtë moment, ka ndodhur diçka shumë të rënditshme në jetën e Emanit. Ka ndryshuar zemra e tij. Nuk e di nëse shef tani me shërimin e tij, por është e sigurt se ka ndryshuar zemra e tij dhe ajo që duket, ja të shohim pak se si çfarë thot, tek paragrafi 15. Pastaj o kthye me gjithë suitën e tij te njeriu i Perëndis. Shkoi e u paraqit para tij dhe tha: tani e pranoj. Tani u sharova. Nuk thot kështu, por tani thot e pranoj se nuk ka asnjë perëndi në gjithë dheun përveç në Izrael. Për këtë arsye, ty që pak përpara më solle deri këtu dhe isha gati për të plasur, u zemërova dhe u mbush atëri nat, tani prano një dhuratë të lutem nga shërptori yt. Naamani nuk është mësuar ta shoh veten e tij si shërptor dhe mundësisht ta shohë veten e tij si shërptor përballë njerëzve të cilët janë izraelit, janë të përçmuar, janë fshatar, janë nuk e di se çfarë tjetër janë. Nuk është mësuar kështu Naamani. Shpëtimi nuk vjen nga aty ku ne shpeshherë presim, sepse Perëndia vepron me mënyrën e tij, në kohën e tij dhe ka rezultatet e tij ku ne shpeshherë nuk i presim. Dhe tani Naamani qëndron përpara njeriu të Perëndis dhe kupton mirë se forca e tij, fuqia e tij, guximi i tij, paratë e tij, rrobat e tij, gradat që ka, janë të gjitha të pavlera. Përse? Sepse kuptoi dhe përjetoi forcën dhe veprimin e Perëndis në jetën e tij. Po të përjetosh veprimin e Perëndis në jetën tënde, atëherë ke për të kuptuar se cilat janë gjërat e vlefshme. Por akoma Naamani si ka kuptuar. Ka pak rrugë akoma. Do të thot pra prano të lutem dhuratat nga shërptori yt. Naamani është mësuar sepse kështu thojnë njerëzit në botë. Të gjitha kanë çmimin e tyre, të gjitha blihen. Dhe pasi nuk arrita që të ofroj dhuratat në mënyrë që të më shërosh pastaj, tani të lutem, pranoj dhuratat pasi më ke shëruar si shenjë mirënjohjeje. Dhuratat njerëzore, ari, pasurit, përpara pranisë të Perëndis, kanë një vlerë zero dhe do ta kuptojnë këtë njerëzit dikur, por do të jetë vonë. Kur ari do ta hanë krimbat dhe do t'i hedhin arin e tyre në erë, sepse nuk do të kenë më asnjë vlerë. Vlerë do të ketë vetëm në shpëtimin e Perëndis dhe nuk do të gjendet më për ta. Për këtë arsye, derisa emërohet Zoti në mes nesh akoma, shfrytëzoje praninë e Perëndis në jetën tënde dhe e them së pari për veten time këtë. Ndërsa tha, lexojmë tek 16-a. Por ai ju përgjigj duke i thënë: ashtu siç është e vërtetë që rron Zoti në pranitë të cilit ndodhem, unë nuk kam për të pranuar asgjë. Këtu është edhe një person tjetër tani i cili del në skenë.
është shërbëtori i shërbëtorit të Perëndisë. Është ai i cili qëndron pranë njeriu të Perëndisë. Më falni për këtë shprehje, është ajo që themi shpesh herë se pranë lules mbretërore vaditët edhe glastra, si quhet në shqip. Pra, merr mësimin nga njeriu i Perëndisë, rron në praninë e Perëndisë dhe këtu vjen dhe lind akoma një pyetje që ka nevojë për përgjigje. A e kupton vlerën e vëllezërve që ka vënë Zoti pranë teje? A e kupton vlerën e kishës në të cilën të ka vënë Zoti, në të cilën predikohet fjala e Perëndisë, në mënyrë që të mund të përjetosh dhe të pranosh mësimet e Ungjillit? Apo ke diçka tënden? Apo ndërsa je në ambientin e Perëndisë, paralelisht jeton edhe në një gjithësi tjetër që është e jotja vetëm. Dhe e keqja është se nuk ja ka arritur Perëndia, ndërsa ka vepruar në jetën e Neemanit me këtë mënyrë, nuk ka arritur të veprojë në jetën e Gehazit. Dhe mundësisht nga që Gehazi është edhe pranë Eliseut, lexojmë paragrafin 20, të shohim pak zemrën e tij. Gehazi, shërbëtor i Eliseut, i njeriu të Perëndisë, tha me veten e tij: ja, Zoti im është sjell tepër mirë me Neemanin, me këtë sirian, e para. Nuk është njeriu që veproi Perëndia dhe u shpëtua, por është ai siriani, një sirian, ai që thoshte Jona, se ato atje në Ninive janë të vdesin. Ato janë për të vdekur, është populli që na nënshtron ne. Ato do të shpëtosh o Perëndi. Përse Jona je i zëmëruar dhe i mërzitur dhe i pikolluar kaq shumë? Përse Jona? Dhe përgjigjja e Jonas, sepse je Perëndi i drejtë. Sepse nuk përgjigjesh më të keq. Për këtë arsye jam i zëmëruar me ty. Sa ndryshim ka disa herë zemra jon nga zemra e Perëndisë. Me çfarë sysh shef ndryshe Perëndia nga sytë tonë? Për këtë arsye do të thotë tek Efesianët në atë pjesë të kapitullit të parë që thotë: ndërsa ju jeni të njohur për besimin tuaj, jeni të njohur për dashurinë që tregonin ndaj të shenjtërve. Është diçka që keni të nevojshme akoma dhe lutem, thot Perëndia, që t'u hap syt e mendjes tuaj. Kemi nevojë për të kuptuar se kush është karakteri i Perëndisë dhe ta birësojmë, ta bëjmë tonin, ta bëjmë pjesë tonën. Falenderojmë Perëndin. E para, kush është ky siriani? Që të mos marr zotëria im asgjë nga duart e tij. E dyta. Por ashtu sikur se Zoti rron, përdor edhe fjalën e Perëndisë, mund të përdorësh fjalën e Perëndisë pra sikur të duash. Ai nuk prish të hedhim të shenjtat, nuk bën të hedhim të shenjtat tek qend. Kush është ai që quan gjërat e shenjta apo që quan të tjerat qend? Por ne jemi ato që na ka dhënë fjalën e tij Perëndia për ta dhënë tek të tjerët. Nga që asgjë nuk na është dhënë për shkak të vlerës tonë, por të gjitha na janë dhuruar. Për këtë arsye edhe ne jemi borxhli atyre që na i ka dhënë Zoti, që t'u japim të tjerëve. T'u japim atyre që Perëndia na ka dhënë pranë nesh. Ki kujdes. Kujdes se jetojmë në ambientin e Perëndisë, kjo nuk na siguron shpëtimin. Përse je pranë njeriu të Perëndisë, kjo nuk do të thotë
se je sikur njeriu i Perëndis. Ki kujdes zemrën tënde. Dhe ki kujdes të lutem shumë sot, sepse ekzistojnë probleme të mëdha. Perëndia vepron dhe veproi në jetën e Neemanit me mënyrë të mrekullueshme. Të keqen e bëri të mirë, sëmundjen e bëri shërim. Por kujdes, sepse sikur me zgjedhjet e tij Neemani i zgjodhi duart e Perëndis dhe Perëndia veproi për shërimin e tij, Gehazi me atë mënyrën që veproi i lidhi duart e Perëndis, bile i zgjidhi duart e Perëndis për mallkim. Dhe sëmundja e Neemanit erdhi në jetën e Gehazit. Të mos habitemi. Në qoftë se disa herë fillimisht ishte që të regjistrojmë vullnetin ton në vullnetin e Perëndis. Tani është e kundërta. Kujdes zgjedhjet që bën në jetën tënde, sepse sikurse Perëndia mund të sjellë në jetën tonë bekimin, mund të sjellë në jetën tonë edhe disa gjëra që mund të jenë të papëlqyeshme për ne. Dhe nëse në jetën time ka gjendje të cilat janë larguar nga kontrolli im, gjendje që më mundojnë dhe me shtrëngojnë, atëherë do të shoh përsëri zemrën time në pasqyrë për të parë se mos nuk jam sikur më don Perëndia. Kush është personi kryesor i historisë që lexuam? Në gjithë këtë libër, personi kryesor është Zoti. Dhe ne duhet të dimë dhe të kujtojmë se Perëndia në jetën tonë është Zot. E para. E dyta, Perëndia në jetën tonë që të veproj don bindje. Dhe e treta, gjërat më të rëndësishme në jetën tonë, bekimet më të rëndësishme, dhuratat më të rëndësishme janë të na janë dhënë dhurat. Dhe nuk i morëm se ishim të denjtë, për na i dha sipas hirit të tij.